ndërkombëtarëve dhe mbar popullit shqiptar. Mi sot këtu për të thënë fjalën tonë, sepse po heshtëm edhe ne, këtu për ditën më tepër do të normalizohet qoftë korrupsioni, qoftë kulti pa ndushkueshmërisë, qoftë gangsterizmi. Dhe do të jemi këtu pikërisht që të mos i lejojmë që të normalizohet rikthimi i një Shqipërie e cila nuk ka më shpresë për njerëzit e saj. Pasojat janë përpara nesh. Nafta mbi 2.000 lekë, mund të shkojë 2.500 lekë, mund të shkojë 3.000 lekë, mund të shkojë sa të duan ata lekë, sepse ata mendojnë që populli shqiptar është fëmijë, që populli shqiptar është një gjumë. Por nuk e dinë se ne, pavarësisht se na kanë vjedhur shumë çka, pavarësisht se na kanë marrë pothuajse gjithçka, nuk kanë arritur ende të na marrin fuqinë për të reaguar, dinjitetin ton qytetar, forcën për të imagjinuar një Shqipëri krejt ndryshe nga ky lisi i rrëzuar për dhe që kemi sot para syve. Një Shqipëri me institucione të forta, demokratike dhe të pavarura, me politika zhvillimore që nxisin prodhimin bujqësor, industrial dhe shërbimet e kualifikuara, me një shtet social që nuk praktis asnjëri, po mirëpret të gjithë nevojtarët, pensionistët, varfrit, papunët, që u del në krah punëtorëve. E keni vënë re, motoristët e Voltit janë duke protestuar çdo natë dhe nuk kanë një derë ku të përplasin kokën. Nuk ka një ministri të punës dhe çështjeve sociale në Shqipëri. Inspektorati i punës është një institucion bjerraditës, përplot me hajtut vegjël dhe me patronazhist. Na duhet pra ta bëjmë realitet imagjinatën tonë për një Shqipëri krejt ndryshe, për një Shqipëri të punëtorëve, për një Shqipëri të sipërmarrësve të ndershëm, për një Shqipëri të pensionistëve, të bujqve, të klasës mesme profesioniste që gëzon frytin e punës vetë dhe nuk i rëndohet çdo vit barra. Kostoja e jetesës, prej rritjes çmimit banimit, po mbi të gjitha, kostoja të mbajturit mbi shtëpinë, prindrit e tyre pensionistë që me 100.000 lekë pension as buk nuk ka ndo. Kam punuar 40 vjetë dhe as buk nuk ka ndo. Të gjithë e këtu, të bashkuar, me vullnet, me aspirata, me idealizëm, duhet të zotojmë njëri tjetrit dhe epokës tonë, që kështu, kaq sa jemi dhe më të shumë sa që jemi, edhe më të fortë se që jemi, ta transformojmë vendin tonë, sipas idealeve, aspiratave më të mira të popullit shqiptar në të shkuar dhe në tashmën e tij.